babën une nuk mundem kur me binë që baba jem marrë në Gjermani me jetë. Se baba jem me knëtësi desën që këtë të kënejnë, se marrë atje me nejtë. Une jam në Gjermani, une punoj atje. Po pasha zotën keni me lyp këtë vend, shko puno në ambasadë, shko puno në qeveri Gjermanve, po ki me lyp tokën tonë. Toka jote është ajo që të ngrenë këtu me nejtë. Këtu e gjenë knëtësin, këtu e gjenë jetesën tonë, këtu e gjenë edhe familjen tonë. Në Gërbec ki familje. Kush thot që thot na e kena jetë në Gjermani, knashme është rrena. Besomni në momentin që punoni në Gjermani, keni me kaj për këtë vend. Që ky vend kam ju lyp, hapi syt, punon këtë vetë, qili vesht, ngo që thënë baba dhe nona se që tu e kije jetën tonë. Në Gjermani, në shtetet tjera evropiane nuk i kije dashni. I ki mundësi pak më shumë është e vërtet, po nuk duhet alla jo para nëse nuk i ki prind nga, nëse nuk i ki familje nga. Edhe sa hektar tjerë tokë i kultivon, domethënë, tash nuk ka ku i shet. Edhe i bjen që krejt punja, se kjo po dëm punë gati një vetë. Edhe këj që ajo punë që e bën një fermer, do të mi shku në hoqë, domethënë. Shumicë... Edhe është i detyru masani me shit nështë edhe ma lirë, se që... Adin pa fitim heq është në gjendje me shit, veç për me imbulu sa do pak që të shpenzime. Bashkë ajo është. Shumë erë ka ndodhë që shkon në trege për me shit rushin edhe kthejet prap, edhe nuk ka ku me shit për shkak se tregu është i blokum. Na, si qyshe ceka, zdi sa herë, derisa në momentin që kena na rush për tregun tonë, nuk kemi nevoj na për rushin e jashtëm. Blokoje njerë, mbaje si qyshe mban gjithë, derisa largohet rushi jonë. Momentin që pastruhet rushi jonë, atër mundesh me liru akcizat, me largue edhe me pru rush për i vendeve tjera. Po, derisa është rushi jonë, ju kisha lutë qeveris, mos lejo me a rushi se shumë po na dëmtojnë. Shumë po na dëmtojnë. Normal që ky rushi ta shysho që tu është vonë. Shumë është vonë. Ky u da shumë moti mushit. Po për shkak që ka shumë rush tjera, për vendeve tjera që ardhë, nuk po shitet rushi jonë. Tash duhet gjithë ka pak me shit, për me gjithë një trektar edhe me shit. E vërtet edhe kjo është humbje, e thash edhe ma herët, është humbje shumë e madhe edhe për juve. Për mos me full masanina për gjithë mundin edhe gjithë punën që është bot gjatë krejt vitit për këta rush, edhe në fund kur t'i vjen sezona, nuk shitet. Nuk shitet. Pse nuk shitet? Për shkak se qeveria i lejon rusha, po mënej në këtë rast jim të folë për rushin, e vendeve tjera me ushit edhe me hynë treg të Kosovës, ata shitet edhe me të rushi jonë, pa ushit. Pa ushit. Edhe masanina është ajo fjolla pse po ikin njerëz. Ti e dën shumë Kosovën, fole me shumë dashni Kosovën. Je në gjendje me lanë punën tone, kërgja me një pogë shumë të knaqshme, edhe me një jetesë shumë të mirë që e bëni atje në Gjermani, bashkë me bashkëshortën edhe fëmijët që shkollohen e krejt, je në gjendje mu këthy në Kosovë, po ma the edhe një fjollë që më preki pak. Ka një herë se po mdën zemra që po ikin rinia, po atë njëjtën kopi kuptoj. Po, ato e ceka, pse e ceka unë ato, se qeveria nuk pi jep mundësi, ose nuk pi hap dyert për rinin tonë. Ka shumë raste që rinia jonë e ka përfundu shkollimin, studimet i ka përfundu, po nuk ka ku me punu. Edhe ajtë duhet me gjetë një zgjidhje, ajtë duhet me lyp një zgjidhje, me jetu edhe ajtë që duhet një njeri normal me jetu. Mere me ment, une kom arrit grujen tem që është e lindur në Gjermani, është e rritë në Gjermani, e ka kry shkollën për medicinë, kom arrit mi ambush mendjen, mu këthyju në Kosovë, po qeveria jonë nuk po arrit me gjetë një zgjidhje ose një rrugë për rinin tonë qysh minalk në Kosovë. Pse po lejon rinin tonë me shku me punue në Gjermani ose në vendet tjera evropiane. Krijo kënina mundësin, pun kena sa dush, po krijo e mundësin që mu kon ai knaqur me punën e vetë. Në momentin që punon tanë vitin, tanë muin, kërkoj falje, e merë rogën, po hajtë tanë ka që ka me bu. Mundet me shkullu fëmijët e vetë, mundet me jetu me grujen e vetë, i ka kushtet, me dalë, me shku në pushime,
Që ajo është ajo jetesë që e lyp rinia. Jetesa normale e vërtet. Po. Po arsyeja pse po ikin rinia një prej arsyeve shumë mirë e tha që shkollohet e kryen gjithat fakultetet dhe gjithat shkolla dhe në fund nuk e gjoni vend pune. Janë këto nepotizmi, do të puna me të njofshëm, me ta nxen vendin gjithkohë. Shumë ka ajo, për fat keq shumë. Është pak e dhimbshme dhe po shpresoj që ka me u rregullu ndonjëherë se janë shprazme të madhe, do me thonë vendet, sidomos vendet rurale, fshatrat janë mbetë shumë të braktisuna. Ti nga fshati? Unë jam vendas i Ravecit, po muj me thonë që jam nga fshati se unë tokën e kam krejtë në fshat edhe non-stop jam kënjena në fshat. E cilit vend fajt? Fshati, do me thonë na ku i kena vreshtet, janë gjithë ka ana e fshatit Patoçan, thirë Patoçani i Epërm, në tanën atje kemi vneshtet. Po. Sa rini ka me atje, po besoj që shumë pak. Shumë pak, besom shumë pak. Unë që e njoh aty që banojnë në fshat, e njoh shumë persone që familjet e tynve që janë dalë në për gyrbete, kanë shkuar për shkak se nuk ka leverdi mo në përbujësi me punue, ose me nejt knena, ose me vazhdu traditën e vetë, për shkak që nuk mundet me mbijetue. Nuk mundet me mbijetue. Edhe nëse kthejmë këto, kush i kanë fajet e kanë qeveritat tonë. Qeveria duhet shumë me punue, duhet shumë i qelësyt me ndalë rinien kënjene. Jo me dalë jashtë. Tu kriju vendet punës, tu kriju vendet punës, tu mbështet. Njerëz që merren me bujqësi, se për shkak se muj me thonë, s'po thom në shta krejt, po në shta gjoj dyti ose i treti ka tokë në fshat që mundet me me zhvillu në shta bujqësi ose diçka, po nuk ka as mbështetje, as motivim. Dikujt edhe i vjen marrë në shta me punu punë të fshatit. A e keni mesazh për ata që kanë torp sot me punu punë të fshatit? Qa do qoftë me kofsht, me lopt, me bakti, do me thonë, qa do qoftë i vjen torp me punu? Qyre, unë nuk kom takua ende një person, ose një qytetar, ose një fshatar që ka torp me punue, me tokën e vetë, qëfar do qoftë, me qka miret. Problemi ma i madhe është që nuk ka leverdi. Ata krete dojnë na tokën, na punojnë me qef. Neve nuk e vjen marrë. Si qysh më keni taku edhe në qytet me teshe vjetër jo, mos më vjen marrë, edhe kërkusi vjen marrë. Në momentin që unë muj me jetue. Për rinin kanë pak shtëngjetë, po, nëse se nuk ka kur gjatë keqa, po kupton, ti shumë mirë e the je ofër natyrës, je në vend tënë, full shqip, apo kupton, je në vend tënë, edhe nuk ka ma mirë se me punu kësi punë. Po qyre, nëse ka rinije që thot mu më vjen marra me punue me vreshta, apo me produkte tjera, apo miret me blektori, miret me lop, miret me dhente, qfar do qoftë, është gjynapi tynve me thonë këto. Edhe unë e pithom rinisë kështu të komplet. Unë jam në Gjermani, unë punoj atje. Po pasha zotë në keni me lypë këtë vend, shko puno në ambasatë, shko puno në qeveri Gjermanve, ku dush, po ki me lypë tokën tënde. Toka jote është ajo që të ngrenë këtu me nejtë, këtu e gjenë knarsin, këtu e gjenë jetesën tënde, këtu e gjenë qëtësin tënde, këtu e gjenë edhe familjen tënde. Në Gyrbet s'ki familje. Kush thot që thot na e kena jetë në Gjermani, knashme është rena. Është rena. Jetën e kije këtu, fmiti kije kënene. Atje në Gjermani është jeta komplet ndryshe. Qysh është ndryshe? Në momentin një fmi që i bon 18 vjetë, a e merë rrugën e vetë. Qysh e merë rrugën e vetë? A i largot për familjes vetë, dhe në qytet tjetër, e vazhdon shkollimin e ti, e merë banesën, edhe e merë sistemin e jetesës evropiane. Qfar sistemi evropian vjen vetëm njerë me vizitue nonën edhe babën. Vetëm njerë në javë. E na këto nuk e kene. Na e në mësue me nonën, me babën, më konë bashkë, me jetue. Po si do qoftë, edhe nëse jemi në ndamë, o shku nona me babën me vllaun tjetër. Po ti të njëjtën ku prap e ki nonën edhe babën këtu. Edhe e ki e dashnin për familjen tënde. Shtetet e jashtme evropiane nuk kanë dashni për familje, qysh kena na dashni. Mos lypni me dalë në Gyrbet. Besomni në momentin që punoni në Gjermani, keni me kajt për këtë vend. Që ky vend kam ju lyp, kem në moshën e re, ti ke me kajt për që këtë vend. Hapi syt, punon këtë vet, qili vesht, ngo që thënë baba dhe nona se që tu e kije jetën tonë. Në Gjermani